Oqeanet në Kur'an. 71% e tokës është ujë, por njeriu me gjithë teknologjinë e tij, me gjithë satelitet dhe nëndecet, ka eksploruar vetëm 5% të oqeaneve. 95% mbetet e panjohur, e errët, e ftohtë, e fshehtë. Por 1400 vjet më parë, një libër përshkroi oqeanet me saktësi që shkenca konfirmoi vetëm në shekullin e 20. Kurani fisnik. Oqeani paqësor vetëm mbulon më shumë sipërfaqe se të gjitha kontinentet bashkë. Thellësia mesatare e oqeaneve, 3688 metra. Pika më e thellë e njohur si Hendeku i Marianës, 11034 metra. Temperatura atje rreth 2 gradë Celsius. Presioni 1100 herë më i lartë se presioni i ajrit, por edhe më mahnitse se thellësia është errësira. Në 200 metra, drita e diellit nuk depërton. Në 1000 metra, errësirë absolute. Në 4000 metra, errësirë, presion, i ftohtë, botë tjetër krejtësisht. Allahu thotë në Kuranin fisnik. Ose është si errësira në detin e thellë, të mbuluar nga valët njëra mbi tjetrën, mbi të cilat janë errët. Errësira mbi errësira. Kur të nxjerr dorën, nuk mund ta shoh, dhe kujt Allahu nuk i jep dritë, nuk ka dritë. Surja Nur 40. Ky ajet, i zbritur në shekullin e 7, përshkruan 3 shtresa errësire. E para, errësira e thellësisë së oqeanit. E dyta, valët e brendshme nën sipërfaqe. E treta, rreth mbi sipërfaqe. Valët e brendshme. Shkenca i zbuloi vetëm në shekullin e 20. Janë valë gjigande që lëvizin nën sipërfaqen e detit mes shtresave të ujit me densitet të ndryshëm. Nuk i sheh nga sipër, nuk i ndjen pa instrumente. Por Kurani i përshkroi 1400 vjet para se njeriu t'i zbulonte. Dr. William Hay, oqeanograf i famshëm amerikan, kur i prezantua ky ajet tha: "Është e mahnitshme. Ky përshkrim është i saktë shkencërisht, dhe nuk ka mundësi që njeriu i shekullit të 7 ta dinte këtë pa instrumente moderne." Allahu thotë: "Dhe ai që lëshoi 2 dete, ky i ëmbël dhe i freskët, dhe ky i kripur dhe i hidhur, dhe vuri mes tyre pengesë dhe ndarje të papenetrueshme." Surja Furkan 53. 2 dete që takohen, por nuk përzihen. Shkenca e zbuloi këtë fenomen, barierën e halocilinës. Shtresën e fshehtë mes ujrave me densitet, temperaturë dhe kripsi të ndryshme. Kur deti mesdhe takon oqeanin Atlantik, uji i kripur dhe i dendur i mesdheut shkon në ujin e Atlantikut dhe për kilometra nuk përzihen. Shkencëtarët e bashkuan këtë fenomen për herë të parë me instrumente moderne. Por Kurani e kishte përshkruar 14 shekuj më parë. Profeti alayhis salam, njeriu i shkretëtirës arabe, foli për detin me dije të mahnitshme. Tha: "Deti është i pastër, uji i tij lejon abdesin dhe kafshët e tij të ngordhura janë halal." Shkenca moderne konfirmon, uji i detit me kripën e tij është vetë pastrues. Bakterit e shumta nuk mbjetojnë dot në të, dhe kafshët e ngordhura të detit, sipas studimeve moderne, janë të sigurta për konsum në shumicën e rasteve. Dhe profeti alayhis salam tha: "Valët e detit çojnë tek Allahu." Transmetohet se profeti alayhis salam u pyet për lundrim në det dhe tha: "Deti është madhështia e Allahut dhe atij është mëshira e tij." Shkencëtarët vlerësojnë se oqeani mban mbi 200.000 specie të njohura dhe ndoshta 2 milion specie të panjohura ende. Çdo vit zbulohen qindra specie të reja. Kafsh pa sy, në errësirë absolute. Peshq që prodhojnë dritë, bioluminescencë. Krijesat me presion mbi 1000 atmosfera. Organizmat që jetojnë pranë vulkaneve në ujore. Allahu thotë: "Dhe ai ka nënshtruar detin që të hani prej tij mish të freskët dhe të nxjerrni nga ai stoli që i vishni, dhe shikon anijet duke shpërbyer ujrat e tij, që të kërkoni nga mirësia e tij dhe që të jeni mirënjohës." Surja Nahl 14. Mishi i freskët, stoli, anije. 3 bekime të listuara 1400 vjet më parë, që sot bazën e gjithë industrisë detare e mbajnë. NASA ka hartëzuar 100% të sipërfaqes së Hënës, 97% të sipërfaqes së Marsit. Por oqeanat e tokës son, vetëm 5% janë eksploruar. 95% mbetet mister. Mund të ketë forma jete që nuk i imagjinojmë, mund të ketë formacione gjeologjike mahnitse, mund të ketë burime që nuk i njohim. Allahu thotë: "Dhe nga shenjat e tij janë anijet në det si male." Surja Eshura 32. Male, jo thjesht mjet e transporti, male, madhësia dhe fuqia e detit. Dhe nëse të gjithë pemët e tokës do t'ishin lapsa dhe deti me 7 dete të tjerë do t'ishin boj, fjalët e Allahut nuk do të mbaroheshin. Surja Lukman 27. Allahu përdori oqeanin, simbolin e pakufishmërisë, për të treguar pakufishmërinë e dijes së tij. Oqeani prodhon 50 deri në 80% të oksigjenit që marrin frymë.
jo pyjet, siç mendojnë shumë, oqeani. Fitoplanktonët mikroskopik, organizmat e vegjël të oqeanit, prodhojnë gjysmën e oksigjenit të planetit. Oqeani rregullon klimën, absorbon 30% të dioksidit karbonit, rregullon temperaturat globale, bën shiun e mundshëm. Pa oqean nuk ka jetë. Dhe bëm nga uji çdo gjë të gjallë. Surja Elembia 30. Çdo gjë e gjallë varet nga uji. Dhe oqeani mban 97% të ujit të tokës. Dhe çdo herë që shkenca zbret më thellë, çdo herë që nëndecet depërtojnë errësirë, gjejnë diçka të re, diçka mahnice, diçka që nuk e prisnin. Por Allahu e dinte gjithçka. Valët e brendshme, barrierat mes deteve, errësirat e trefishta, krijesat e panjohura dhe ja zbriti njeriut 14 shekuj përpara shkencës. Kur shikon oqeanin, mos shiko vetëm ujin, shiko madhështinë e krijuesit, shiko dijen e Allahut që i di të gjitha thellësitë dhe ato që njeriu nuk i ka arritur ende. Allahu thot: dhe ai di çfarë është në tokë dhe në det, dhe asnjë gjete nuk bie, veçse ai e di. Surja Nam 59. Asnjë gjete, jo vetëm thellësitë e oqeanit, çdo gjete, çdo peshk, çdo krijesë. Por Allahun nuk ka mister.